Ke gjetur shprehje të goditur, është e vërtet kjo që thonë juve, që nuk ka arritur në pikën e nxehtë maksimale, por as në atë pikën minimale ku ne të jemi optimist, të qetë, nuk do të jemi. Dhe gara e armatimit mes Kroacisë dhe Serbisë, për të dhënë vetëm 2 shifra. Serbia e ka buxhetin ushtarak për 2026-ën 2.37 miliard dollar. Kroacia 1.62 miliard dollar, por në kuadër të modernizimit ushtarak ka alokuar 2.18 miliard euro. Shifra të jashtëzakonshme. Unë mendoj se vlerësimi i situatës më realist në këtë rajon se sa është bërë nga Kroati, mendoj se s'është bërë as nga askush tjetër. Marrë në konsiderat çfarë ka ndodhur dhe luftra që është zhvilluar mes serbëve dhe kroatëve për të shkëputur, ata e kanë të freskët akoma se çfarë mund të jenë në gjendje të bëjnë serbët. Dhe në këtë lloj gare është elementi më i rëndësishëm modernizimi dhe përballja në mënyrë klasike nëse do të vi rasti, kur mos ardhë, të gjithë këtë urojmë. Por përgatitja duhet edhe një stërvitje, një trajnim të thjeshtë. Ai që e organizon dhe e planifikon, ai merr në konsiderat së pari orientimin politik dhe të liderëve tyre, pastaj e kthen në veprime ushtarake. Dhe pjesëmarrja, lloja i forcave dhe terreni e territorit në të cilin zhvillohet është një mesazh për të tjerët. Varet se si të tjerët e lexojnë dhe e përkthejnë. Dikush e merr seriozisht dhe e lexon, e duke parë këto zhvillime e vlerëson situatën dhe reagon, duke filluar nga reagimi diplomatik, i nevojshëm dhe i pari dhe i domosdoshëm, për ta përkthyer pastaj brenda vetes si vend në plane zhvillimi për të qenë të gatshëm e të përgatitur, se nuk kemi gjë aq shumë në dorë ne tek pjesa tjetër, cili do të qoftë ky shteti. Duke marrë në retrospektiv edhe marrëdhënie të cilat nuk është se i kemi patur brilanta ndonjëherë, kjo të bën të gjykosh, të vlerësosh situatën dhe të dalësh në vendimet e duhura për të qenë i përgatitur. Është e pamundur në një ditë të vetme nuk gjenden forcat, mundësitë dhe me të drejtë generali tha që nëse vjen teknika apo teknologji e re, do kohë për të integruar, për të përgatitur trupat që do ta përdor. Është e vërtet edhe kjo. Por ne në këtë nivel që jemi duhet të shqetësohemi se nuk ka asnjë vend që investon miliardat